Maturantët që synojnë të ndjekin studimet e larta në universitetet shqiptare do të nisin javën e ardhshme një nga etapat më të rëndësishme të procesit të pranimeve. Duke filluar nga 27 korriku, hapet aplikimi përmes portalit U-Albania, ku kandidatët do të plotësojnë formularin A2 dhe do të rendisin deri në 10 programe studimi sipas preferencës. Aplikantët kanë mundësi të zgjedhin programe të ndryshme brenda të njëjtit universitet, si edhe të aplikojnë për të njëjtën deg në institucione të ndryshme të arsimit të lartë. Renditja e preferencave duhet të bëhet me kujdes, duke marrë parasysh rezultatet dhe mundësitë reale për të shpallur fitues. Procesi i aplikimit do të qëndrojë i hapur për 6 ditë. Plotësimi i formularit mund të kryhet online nga çdo vend, qoftë nga shtëpia, gjatë pushimeve apo edhe nga jashtë Shqipërisë. Përfaqësues të rrjetit akademik shqiptar u bën thirrje maturantëve të analizojnë me kujdes zgjedhjet e tyre përpara se të konfirmojnë formularin, pasi ai do shërbejë si baza për përdorgaritjen e pikëve. Pas përfundimit të fazës së aplikimeve, të dhënat do t'u kalojnë universiteteve të cilat do të përdorgarisin pikët për rreth 29000 kandidat. Ky proces do të nisë pas datës 20 gusht, kur të kenë përfunduar edhe konkurset për programe që kërkojnë testime shtesë, si mjekësia, arkitektura, artet dhe sportet. Lista e fituesve për universitetet publike dhe ato private pritet të publikohet në fund të muajit gusht.